Mirë, le të hym pak më thellë në botën e një zëri vërtet unik në letërsinë bashkëkohore. Po flasim për një autor që nuk shkruan thjesht libra, por ndërton sisteme të tëra filozofike. Ky është Berzat Sadiki. Dhe kjo thënie e përmbledh në mënyrë perfekte. Për Sadikin, të shkruarit është një kërkim i vazhdueshëm për kuptim. Fjala për të nuk është thjesht art, por është dritë dhe një përgjegjësi e madhe. Për ta kuptuar këtë vizion kaq të veçantë, ja rrugtimi që do të ndjekim. Do të nisemi me zërin e tij letrar. Pastaj do të zbulojmë konceptin kyç të kuantopoezisë, do të njihemi me krijosin Pasides, do të shohim veprat e tij dhe në fund do të reflektojmë mbi trashëgiminë që ai lë pas. Atëherë, le të fillojmë me pikën e parë. Çfarë bën zërin e Sadikit kaq të dallueshëm në skenën letrare sot? Për të, arti nuk është thjesht argëtim apo një mënyrë për të kaluar kohën, jo. Është diçka shumë më e thellë, është një proces ontologjik. Ai nuk kërkon duar trokitje, por kërkon të hapë pyetje dhe të ndërtojë ura mes nesh dhe mistereve të mëdha që na rrethojnë. Dhe pikërisht kjo shansje na çon drejt në zemrën e filozofisë së tij, një koncept që është, le të themi, vërtet revolucionar. Po flasim për kuantopoezinë. Këtu lind pyetja qendrore, një pyetje që në fillim mund të tingëllojë e çuditshme, por që është themeli i gjithçkaje që ai bën. Pra, çfarë është kjo kuantopoezi? E po vetë Sadiki e përkufizon si një gërshetim të metafizikës dhe frekuencave të shpirtit me fjalën poetike. Kujdes, nuk është thjesht poezi për shkencën. Është një përpjekje për të përdorur gjuhën poetike si një mjet për të kapur ato realitete të padukshme që fizika kuantike përpiqet t'i përshkruajë me formula. Kështu që, kuptojeni, kuantopoezia nuk është thjesht një teori e hedhur kot. Ajo bëhet korniza kryesore përmes së cilës ai e sheh dhe e shpreh botën, duke bashkuar artin, shkencën dhe shpirtëroren në një të vetme. Por kush është njeriu që fshihet pas kësaj ideje kaq komplekse dhe të bukur? Le ta zbulojmë tani krijuesin në dimensionet e tij të shumta. Dhe ja ku e shohim, Sadiki nuk është vetëm një poet. As pak, ai është shkrimtar, profesor, përkthyes, piktor, hulumtues, një mendje vërtet poliedrike, ku fjala, ngjyra dhe mendimi kuantik thjesht nuk mund të ndahen nga njëri tjetri. Ky rrugtim akademik dhe profesional, i cili i ka rënje të thellë në gjuhësi dhe në pedagogji, i jep atij mjetet e duhura për të lundruar mes këtyre fushave të ndryshme dhe për të ndërtuar ato ura midis disiplinave në punën e tij krijuese. Por angazhimi i tij nuk mbaron me kaq. Përtej punës personale, ai është thellësisht i përfshirë në jetën letrare, duke punuar aktivisht për të promovuar letërsinë shqipe dhe komunikimin mes kulturave. Dhe gjithë kjo përvojë e pasur natyrisht derdhet në një mori veprash, një opus të gjerë dhe vërtet të larmishëm. Shikoni pak të gamë të jashtëzakonshme. Nga njëra anë kemi poezi plot delikatesë për fëmijë, si Kur flen zogjt. Nga ana tjetër, vëllime poetike thellësisht filozofike për të rritur, si Shtëpi prej shpirti. Dhe pastaj hidhemi te punimet rigoroze shkencore mbi edukimin. Kjo tregon një mendje që lëvizmi një lehtësi të pabesueshme mes botëve të ndryshme. Dhe kur shohim fushat e tij të kërkimit, gjithçka bëhet edhe më e qartë. Ai hulumton pikërisht ato lidhje të fshehta mes gjuhës, mendimit dhe asaj që ai e quan energji shpirtërore. Atëherë, lind pyetja. Çfarë shtyn atë? Cili është motori pas gjithë këtij krijimi dhe eksplorimi të pafund? Kjo thënie e tij e përmbledh në mënyrë perfekte. Për të, arti dhe letërsia janë si dy fenerë të fuqishëm që kanë një qëllim të vetëm, të na ndihmojnë të gjejmë rrugën drejt vetdijes dhe harmonisë. Pra, në fund të ditës kemi të bëjmë me një figurë vërtet të rrallë. Një krijues që nuk i shërben famës, por fjalës, nuk i shërben hijes, por dritës, dhe nuk i shërben dekorit, por kërkimit të palodhur të së vërtetës. Vepra e Berzat Sadikit na sugjeron fuqishëm se po, mundet, dhe na lë me këtë pyetje të madhe, duke na ftuar të meditojmë për të gjitha ato kryqëzime të pafundme dhe ende të pazbuluara midis krijimtarisë son dhe të vërtetës kozmike.